Vota ke mbatiri për Vjosa Osmanin hipotetikisht? Jo të madhe. Ti kifajet, ti si votuesi kifajet që ky nuk është as në top 50 që në deputetëve që kanë ngrit dorën për me folë dhe me rrogën. Ti kifajet që ky ka postime të jashtëzakonshme për Vjosa Osmanin, duke thënë që shpresa e Kosovës e ka edhe një incident me Dardan Gashin, ku thot ju po doni me nal shot e galicën ton Vjosa Osmanin. Ti kifajet që ky sot thot jo të madhe, edhe ta rrezikon me ta çu vendin prap në zgjedhje. Ti i kifajet që një kryetarit komunës i cili e ka zhyt komunën në borxhe publike, i cili nuk e ka realizu as një të tërejtën e premtimeve, as një përqindje minimale të premtimeve për komunën, se mos flasim për ato premtimet e Lizës në botën e çuditërave, ku ngroja qendrore bëhet me farat e kumbullave dhe fabrika pashurkave e furnizon botën, madje ja kalojmë edhe shteteve brutale si Gjermania e kutadina. Harroni këto, po ti kifajet. E shpresoj që i bojkoti për të gjitha partitë, pa dallim ka më kon ekstra më i madh nëse shkojmë edhe një herë në zgjedhje. Boll mo.